Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Kreret e Bashkimit Evropian synojnë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Shkupit dhe Sofjes. Eurokomisionerja Marta Kos, duke folur për vendet kandidate në digjesën në Parlamentin Evropian, sqaroi se komisioni po punon me vendet kandidate për të thjeshtuar procedurat adheruese. Qëllimi sipas Kos është të pengohen përplasje dypalçe me të cilat vështirësohet zgjerimi i Unionit. Me Maqedoninë e Veriut, qëllimi ynë politik është t'i japim negociatat me klasterin Fundamentet, minjër pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese. Për këtë Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut duhet të fillojnë të bisedojnë në mënyrë të vëllimshme dhe të gjejnë zgjidhje për këtë çështje dypalçe. Unë jam këtu për të lehtësuar këtë proces nëse kjo nevojitet, tha Marta Kos, komisionere e Bashkimit Evropian për zgjerimin. Presidenti i Maqedonisë së Veriut nuk ju përgjigj konkretisht nëse ka konfirmim nga pala bullgare për takimin dypalësh gjatë samitit të NATO-s në Hag. Nuk mund t'ju them saktë, por është e qartë se jo vetëm këtu, jo vetëm në Bruksel dhe jo vetëm në disa kryeqytete europiane bisedohet për këtë, shtoi Gordana Silenovska-Davkova. Ajo komentoi dhe raportin e raportuesit në Parlamentin Evropian Thomas Vajç, në të cilin theksohet prania e gjuhës dhe identitetit maqedonas. Presidentja pret që teksti të votohet. Në të kundërt, kjo do të flas keq për kapacitetin demokratik të Parlamentit Evropian, theksoi Gordana Silenovska-Davkova. Kreu i shtetit i Republikës Maqedonisë së Veriut e vlerësoi si ofenduese rezolutën, e cila kohë më parë u votua në Kuvendin Bullgar, me të cilin qartë thuhet se autoritetet bullgare nuk duhet të lëshojnë penë në lidhje me atë që është dakortuar me propozimin francez. Sofia zyrtare shpreh shqetësim për deklaratat e kryeministrit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Histria Mickovski. Ministri i Jashtëm bullgar Georg Georgiev tha se integrimi evropian i vendeve të Ballkanit Perëndimor përfshir Republikën e Maqedonisë së Veriut është si në interesin ashtu dhe në prioritetin e Bullgarisë, një investim në arkitekturën e përbashkët të sigurisë të gjithë rajonit. Ministri i Jashtëm bullgar kërkoi të respektohet parimi i meritave. Ne këmbgulin në zbatimin e konsensusit të vitit 2022, sepse është ai që mat në mënyrë cilësore dhe objektive progresin e vendit, tha ministri i jashtëm bullgar. Rishikohet buxheti në Maqedoninë e Veriut. Ministri e Financave Gordana Dimitreska-Koçoska njoftoi fillimin e negociatave brenda ministrive. Sipas saj, në tremujorin e dytë fokusi do të jenë investimet kapitale. Koçoska është e mendimit se ribalancimi është i nevojshëm përpara zgjidhjeve lokale. Ajo shtoi se gjatë kësaj jave dhe javës së ardhshme do të intensifikohen edhe negociatat dhe konsultimet me hartimin e buxhetit. Maqedonia e Veriut njofton për një rritje prej 3.2% të prodhimit të brendshëm bruto për tremujorin e parë të vitit 2025. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë, me këto rezultate Maqedonia renditet ndër 5 ekonomitë me rritjen më të shpejtë në Europë, pas Irlandës, Danimarkës dhe Polonisë. Rritja më e madhe vure në ndërtim, më pas në aktivitete profesionale, shkencore, teknike, administrative dhe veprimtari të shërbimeve ndihmëse prej 7.1%, ndërsa informacioni dhe komunikimi ka një rritje prej 4.8%. 50% e tarifave doganore në Maqedoninë e Veriut do të harmonizohen në tarifën doganore europiane duke filluar nga 1 korriku i këtij viti, ndërsa pjesa tjetër nga 1 janari vitit të ardhshëm. Sipas kryeministrit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Histria Mickovski, ndryshimet në ligjin doganor do të ofrojnë prodhuesve një mundësi për të rritur prodhimin e tyre duke rezultuar në eksporte më të mëdha dhe të ardhura më të mëdha për kompanitë. Ai vuri në dukje se këto ndryshime harmonizojnë edhe tarifën doganore për të ashtu quajturën akumulatorët e energjisë elektrike nga 15% që është aktualisht në 2.5 ose 2.7%. Kjo pritet të lehtësojë dhe instalimin e të tilla pajisjeve. Spitali i Tetovës është përfshirë në protesta. 10 infermierë të punësuar kërkuan zgjidhjen e statusit të tyre dhe pagat e vonuara. Ne nuk po kërkojmë dhurata, kërkojmë pagat tona të vonuara, kërkojmë kontratat tona të munguara, kërkojmë vendimet tona të merituara dhe të premtuara, tha një infermiere. Ndërsa kryeinfermierja në Tetov tha se nëse infermierët që ju kanë mbaruar kontratat nuk do të vazhdojnë punën, do të krijohet kolaps. Ajo shpreson në zgjidhjen e problematikave me emërimin e ministrit të ri. Rreth 140 infermierë mbeten pa kontrata pune. Disa prej tyre kanë shumë vite që punojnë me status pasditur. Ditë më parë në media doli një komunikim i brendshëm me Ministrisë së Shëndetësisë, përmes së cilit ish ministri Arben Taravari në ditën e parë të punës në krye të shëndetësisë urdhëroi spitalet publike për ndërprerjen e procedurës së punësimeve. Procedura për emërimin e ministrave të rinj në qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut duhet të përfundojë javën e ardhshme. Kryeministri njoftoi se në gjysmën e parë të korrikut do të dihet edhe kandidati për kryetari i qytetit të Shkupit nga radhët e VMRO-DPMNE-s. Histria Mickovski kishte edhe një koment për Arben Taravarin. Ai vetë tregoi mjaftueshëm për veten e tij. Gjithçka do të them është e tepërt, mendos ai në vetvete është një zhgënjim i madh, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Mickovski.
Koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Bekim Qoku, ftoi deputetët të votojnë për miratimin e ndryshimeve të ligjit për inspektoriatin dhe përdorimin e gjuhëve me qëllim që punonjësit e inspektoriatit të marrin pagat pas 5 muajve bllokim. Sipas Qokut, me ndryshimet ligjore, inspektoriati do të jetë pjesë e Ministrisë së Drejtësisë dhe do të fuqizohet pasi do të ketë të drejtë për vendosjen e penaliteteve. Përpiqemi mos e politizojmë këtë çështje në kurrizën, hallin e punonjësve e qytetarëve që punojnë aty. Jemi shumë të interesuar të gjejmë një zgjidhje, nuk dëshirojmë të krijojmë pikë politike nga hallet e tjerëve. Tani, nëse dikush përpiqet ta bëjë këtë, ne jemi të interesuar që të gjejmë zgjidhje sa më shpejt. Subjektiviteti juridik i inspektoratit në fakt mbetet në kuadër të Ministrisë të Drejtësisë, ashtu siç mbeten gjithë inspektoratet me ligjin për riorganizimin administrativ që u votua me shumicën absolute, pra me 2/3 ku votuan edhe BDI-a, për hir të këtij ndryshimi të organizimit administrativ, ky inspektorat pra është pjesë e Ministrisë të Drejtësisë, siç janë inspektoratet tjera pjesë të ministrive përkatëse. Fronti Evropian është kundër ndryshimeve në ligjin për inspektoriatin e gjuhëve. Koordinatori i grupit parlamentar Blerim Bexheti njofton se deputetët e tyre nuk do t'i mbështesin këto ndryshime. Fatkeqësisht, nga qeveria këta vinë, shkoni folni me grupet parlamentare që ju të merrni rroga. Çështja nuk është vetëm tek problemi i rrogave. Çështja është që të humbet statusi juridik i këtij inspektorati që buron nga ligji për gjuhët, ku ne edhe një herë riafirmojmë vendimin tonë që jemi të gatshëm që të kontribuojmë, që edhe kjo dilemë të hiqet, po edhe inspektorët të marrin rroga. Bashkimi Demokratik për Integrim reagon për ndryshimet në ligjin e inspektoriatit për përdorimin e gjuhëve. Kryetari i BDI-s Arber Ademi tha se veprimet dhe deklaratat e pushtetit në lidhje me inspektoriatin e gjuhëve janë tallje. Ademi tha se nëse ligji i gjuhëve hyn në administrimin e Ministrisë së Drejtësisë, nuk do të ketë kompetenca. Emri drejtor zëvendësohet me udhëheqjes sektori, buxheti i saj vendoset në ministri, ndërsa plani punës dhe inspektimet miratohen nga ministri e jo nga shefi i sektorit, apelon në rrjetet sociale Arber Ademi nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Koalicioni i qeverisë së Vlen në Maqedoninë e Veriut fillon organizimin e strukturave. Arben Fetaj tha se emri nuk është vetëm emër koalicioni, por një projekt kombëtar dhe një provë e gjallë se shqiptarët mund të bashkohen. Besojmë se shqiptarët meritojnë më shumë drejtësi, më shumë zhvillim dhe më shumë dinjitet. Emri ynë, Vlen, nuk është vetëm emër koalicioni. Vlen është projekt kombëtar mbi gjitha. Është provë e gjallë se shqiptarët mund bashkohen për të mirën e përbashkët, kundër korrupsionit dhe kundër tradhtisë ndaj interesit kombëtar. Ndërsa akuzoi për një përpjekje për të kontrabanduar votat e qytetarëve dhe sabotimin e koalicionit. Ata provuan të kontrabandojnë votën e qytetarit. Ata tentuan të sabotojnë Vlenin për të rikthyer BDI-n, por ata dështuan. Falë qëndresës suaj, Vlen sot është më i fortë, më i bashkuar se kur. Ishte Arben Fetaj. Në emër të Vlenit reagoi dhe Bilal Kasami. Sipas kreut komunës të Tovës në takime mbështetësit nuk është prezantuar vetëm një shtab i përgjithshëm, por një kapitull i ri drejt fitores së ardhme në zgjedhjet lokale. Nuk jemi këtu thjesht për të prezantuar një shtab. Jemi këtu për të hapur një kapitull të ri në rrugtimin ton drejt fitores në zgjedhjet e tetorit. Në krye të shtabit do të qëndrojë Adnan Azizi, një mik dhe bashkëpunëtor i palodhur, i cili do të jetë krah nesh për këtë përballje. Por forca jon nuk qëndron te një emër i përveçëm. Forca jon është uniteti, vullneti dhe besimi pa lëkundur se ndryshimi është i mundur dhe i domosdoshëm. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut për krah kërkesën e Partisë Liberal Demokrate për organizimin e zgjedhjeve në një zonë zgjedhore. Si grup parlamentar i VMRO DPMNES ne mbështesim një njësi zgjedhore ku do të ketë drejtë të votojë edhe diaspora, përndryshe nuk kemi debat politik as në një agjendë tonën që të ulemi të kërkojmë kompromis, konsensus dhe kështu me radhë, deklaroi Istria Mickovski.
Maqedonia e Veriut pres stërvitjen ushtarake përgjigje shpejt 2025 në poligonin ushtarak Krivolog. Në të marrin pjesëtarë të ushtrive të Republikës Maqedonisë së Veriut, SBA-s, Republikës Shqipërisë, Greqisë, Italisë, Malit të Zi, Britanisë së Madhe, Austrisë dhe Kosovës. Stërvitja ndërkombëtare është pjesë e stërvitjes më të madhe të NATO-s për këtë vit në tokën europiane Defender 2025. Mbi 2200 pjesëtarë të ushtrisë nga vendet pjesëmarrëse po marrin pjesë në ushtrimin e stërvitjes në poligonin ushtarak Krivolog. Presidenti i Republikës Maqedonisë së Veriut, Gordana Siljanovska-Davkova, e pranishme në stërvitjen ndërkombëtare përgjigje shpejt 2025 në poligonin ushtarak Krivolog, kujtoi se paqja nuk ka alternativë, ajo është zgjedhje e trimave, premtim i të përkushtuarve dhe detyrimi secilit që mban uniformën me nder. Në një kohë të kërcënimeve globale të sigurisë, kur bota është ndarë mes luftrave dhe shpresës, ushtria jon tregon ndërveprueshmëri, profesionalizëm dhe gatishmëri për të vepruar krah për krah me aleatët në mbrojtje të lirisë, dinjitetit dhe të drejtave të njerëzit, apelon Davkova, ndërsa ministri i mbrojtjes i Maqedonisë së Veriut, Misailovski, tha se stërvitja është një tregues i qartë i përkushtimit të ushtrisë së Maqedonisë së Veriut për sigurinë kombëtare dhe rajonale si dhe stabilitetin e aleancës. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.